Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Shikues nderuar, Allahun xhalla xhelalu falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e madhnuar që salavatet tona dhe selamet të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi mësuesin e njerëzimit dhe të dërguarin e fundit. Më lejoni që në fillim të këtij takimi që përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takohemi dhe sonte me lejen e Allahut të madhruar në transmetimin e drejt për drejt me emisionin ton Çka thot feja. Jemi duke trajtuar emisione me radhë një temë që ka të bëjë me islamin. Do të thotë çfarë është realisht islami, çfarë prezanton. Normalisht tërkat jemi duke bërë në mënyrë shumë të përgjithësuar, duke përzgjedhur disa prej veçorive, disa prej karakteristikave që bëjnë islamin të veçantë. Andaj kemi folur se krahas asaj që islami është fe e Zotit dhe kemi sqaruar çfarë nënkupton kjo që është fe e Allahut të mënduar, kemi treguar se edhe islami i rregullon raportet ndërshoqërore. Gjithashtu kemi folur për atë se islami është fe e udhëzimit dhe mëshirës e kështu me radhë. Nuk duhet gjithashtu lënë anash të nderuar shikues edhe një temë shumë të rëndësishme, e që ka të bëjë me trajtimin e njeriut që i bën islami. Është shumë e rëndësishme që të dimë se si e trajton këtë krijesë, këtë udhëheqës të tokës, këtë përzgjedhur të Allahut të mënduar, si e trajton islami. Andaj, islami dhe njeriu është tema që do të shoqërohemi sonte së bashku me të, dhe mendoj se patjetër do të detyrohemi që të vazhdojmë të flasim për këtë temë edhe eventualisht në ndonjë emision tjetër të radhës. Duke pas parasysh se Kurani dhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë burimet e islamit, atëherë sa dëshojmë që të njihemi me ndonjë të vërtet, të njihemi me ndonjë realitet që flet islami për të, atëherë detyrimisht duhet të referohemi këtyre dy bazave. Sa të nderuar shikues, njeriu me gjithë të arriturat e mëdha që Zoti xhallahu ala ja ka mundsuar me zhvillimin dhe përparimin e teknologjisë në rrafshe të ndryshme, megjithatë shohim se njeriu si krijesë nuk i është dhënë ndoshta trajtimi i duhur. Vetë njeriu e ka harruar veten e tij. Më shumë mirret me gjëra jashtë vetes se që mirret me gjëra që kanë të bëjnë pikërisht me të. Andaj edhe rrëdhëmisht nga kjo kanë frikë se ka humbur vlera e njeriu. Fakti që sot shohim fatkeqësisht në shumë vende të botës vrasje, plaçkitje, tortura, dhunë të ndryshme që ushtrohen mbi njeriu, mund të konkludojmë dhe të fitojmë një përshtypje se pikërisht për shkak se njeriu e ka humbur vlerën e vet, tashmë kjo po i hakmirret. Tashmë kjo po i kthehet atij me gjitha këto dëme që disa nga ato i përmenda, e shumë të tjera i dini edhe ju vet. Dhe kemi nevojë që t'ia kthejmë dinjitetin vetes tonë. Si njerëz, ne të avancohemi, ne të zhvillohemi, të kemi respekt të ndërsjellët mes vetes si njerëz, para së gjithash. Prandaj, ne si musliman, sikur që e përmenda, duke pas parasysh se Kurani është burimi jonë, dhe në Kur'an ne i gjejmë shpjegime dhe sqarimet për atë që na duhet. Andaj edhe kur bie fjala për njeriu, duhet shikojmë se si e ka trajtuar Kur'ani njeriu. Normalisht historia e këtij trajtimi fillon që nga njeriu i parë. Mënyra se si e prezanton Kur'ani njeriu e parë, mënyra se si e shtjellon këtë tematik Kur'ani, domosdoshmërisht
domosdoshmërisht të bind për një respekt të posaçëm që Kurani ja kushton kësaj krijese. Allahu te bareka ve taala të ndëruar shikues, kur flet për njeriu e parë, nuk e përmend si një krijesë ndoshta të degraduar e që pastaj përmes një procesi të evoluimit ka kaluar në faza të caktuara është bërë njeri. Kurani nuk e prezanton njeriu si një i zhveshur dhe si një i qoroditur. Kurani nuk e prezanton njeriu si një bradhës i cili nuk din çfarë të hanë, por rastësisht mësohet çfarë duhet të hëngër, e kështu me radhë, jo kështu. Por Kurani që nga dita e parë e njeriu në këtë tokë e prezanton si një krijesë me të vërtetë, me dinjitet, me respekt, me privilegj. Madje ende pas vitit në tokë, duke qenë ende në lartësitë e qiellit atje ku Zoti xhalla xhelalu e përzgjedhë të jetë në xhennet, edhe atje Allahu te bareka ve teala përmend si i privilegjuar. Madje si një njohës i madh, i ditur, jo njëri pa ditur, që pastaj me eksperimente është mësuar. Nga se njëriu ka arë i ditur. Po, edhe aspekti përvojës dhe eksperimentit ka ndikuar në shtimin e njohjeve dhe ka ndikuar edhe në përmirësimin e këtyre njohjeve, por megjithatë ka ekzistuar një bazament i njohjeve të këtij njeri që e ka bërë meritor për udhëheqjen e tokës, që e ka bërë meritor që të jetë krijesa e përzgjedhur e Allahut te bareka ve teala. Andaj që nga fillet e historikut të njeriut në Kur'an, ti ballafaqohesh me një shtjellim, me një sqarim i cili ta prezanton ty një krijesë të respektuar, të nderuar. Dhe kështu duhet mbet njeriu. Prandaj, shikoj nderuar, sikurse edhe ta përmendim. Fakti që Islami na ka ndaluar nga disa gjëra të caktuara, nuk është për të na privuar nga ndoshta bukuria e tyre gjërave apo mirësia e tyre gjërave, por është pikërisht për të na ruajtur dinjitetin, për të na ruajtur karakterin, për të na ruajtur pozitën që e kemi, që mos të degradohemi, mos të bijmë në nivelet e ulta që nuk na takojnë. Andaj për këtë na ka ndaluar nga disa gjëra. Për këtë na i ka obliguar disa gjëra e kështu me radhë. Andaj Allahu te bareka ve teala përmend se njeriu e ka krijuar nga dheu, nga toka ku do të jeton, që të jetë autokton i kësaj toke, të jetë meritor për ta shkel këtë tokë, nga se është prej saj ka dalë. Dhe kjo tokë është nëna e tij. Prandaj askund nuk ndihet më i sigurt se mbi këtë tokë. Dhe kurdo që ia cënon sigurinë këtij njeriu mbi këtë tokë, padyshim se bën një nga krimet më të mëdha. Nga se askund njeriu nuk është më i sigurt se mbi tokë, tek nëna e tij. Dhe kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam flet, shikoj ndëruar, për atë proces të krijimit të Ademit alayhis salam nga toka, përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i urdhëroi melekët që të mbledhin tokë dhe Allahu e di pse bëri kët. Por ajo që të rëndësishme është se melekët si krijesa të nderuara, pa mëkate, të cilat vazhdimisht i shërbejnë Allahut të mënduar dhe e adhurojnë Allahun e mënduar, ato ishin të përfshirë në këtë proces të krijimit të njeriu, për treguar që Allahu nuk lejo që as dheun t'ia mbledh. Edhe pse Allahu kishte mundësi dhe ka mundësi vetë ta mbledhte, por edhe kjo ka simbolikën e vet, që pasërtia e melekëve ishte ajo që e shoqëroi edhe grumbullimin e dheut nga i cili u krijoi njeriu. Nuk pa qasjen të shejtani, as nuk pa qasjen të askush tjetër, përveç se këtyre krijesave të pastërta. Nga se është krijesë e pastërt. Dhe posa e krijoi Allahu xhallahu ala njeriu, gjithashtu vazhdoi nderimi, duke i mësuar emrat e gjërave, emrat e sendeve që rrethojnë, madje edhe kuptimin e gjërave që i duhet në kësaj bote. E mësoi Allahu xhallahu ala edhe për emrat, duke mësuar për emërtimin e gjërave, çfarë është kjo, uji, zjarri, qielli, dielli, mësoi që të dinte me çka është i rrethuar.
Por krahas të emërtimeve, e mëse edhe për kuptimin e gjërave. E mëse për kuptimin e lumturisë. E mëse për kuptimin e asaj që është e bukur. E mëse gjithashtu për kuptimin e asaj që është e keqe. Din të Ademi a.s. me frymëzimin e Allahut të mëdhenuar. Dhe pas kësaj, si shenjë respekti për këtë dije që ja dha Allahu xhallahu ala, dhe si krijesë e privilegjuar, obligoi me lajket që në shenjë respekti ti binë në sejdë Ademit a.s. Ti përkulen, ti bien në gjunjë Ademit a.s. në sejdë. E pa dushim se kjo, në qofë se aludon në deq, atër detyrimisht aludon në atë se kemi të bëjmë një krijes të jetë në ruar të privilegjuar. Dhe kështu të Islami, Kurani, fjallë Allah të mënduar, në këtë mënyrë e shoqëron tregimin për njeriun. Dhe ti që nga fillet e parë të njerëzimit të përshkon një ndjenjë, një privilegji, një ndjenjë e një kënarie, një ndjenjë e një nderimi që Zoti xhallahu na e bëri. Ka se në disa shpjegime tjera, për shembull, kur ne lexojmë për njeriun, që përshtype për një krijesë të degraduar, i cili ka luftuar vetëm për ushqim, i cili nuk ka ditë çfarë të bën, ka vrapuar poshtë e përprit, ka bredh për mësu çfarë të hën, çfarë duhet ngrën e kështu me radhë. Allahu xhallahu nuk e la njeriu kështu të bredh, e mësoi. Nga se Allahu xhalla xhelalu njeriu e solli në tokë të fundit, tamam si një musafir i nderuar, pasi që e rregulloi tokën dhe i ja ofroi të gjitha mundësitë për një jetë të lumtur të mirë, në fund e solli Ademin alayhis salam. Që mos lutet ai për asgjë, të jetë i përkushtuar që ta luan rolin e tij që Zoti xhallahu ngarkoi me të në jetën e kësaj bote. Dhe kjo është më rëndësishme shumë, që nga këtu fillon pastaj nderimi i njeriu. Ai cili e ka këtë kuptim se njeriu që ka nderuar që nga fillet e para, nuk ka qenë as ky, as ai, as kështu, as ashtu, po ka qenë njeri i nderuar, i mësuar, i privilegjuar. Atëherë e kupton se Allahu xhallahu këtë njeri nuk e ka krijuar për të dënuar. Allahu xhallahu këtë njeri nuk e ka krijuar për të degraduar. Allahu xhallahu këtë njeri nuk e ka krijuar që të vuan. Jo. E pse ndodhin këto? E po për shkak se tashmë njeriu, për shkak të mosnjohjes së vetes së tij, për shkak të mosnjohjes së filleve të tij, për shkak të mos respektimit të vlerave që Zoti ia dha, për shkak të mos përfilljes së nderimeve që Zoti xhallahu ndroi me të, ai është që e devalvon vlerën e tij. Ai është që e shkatron veten e tij. Andaj këtë mësim e marrim gjithashtu edhe nga historiku i njeriu të parë. Ademi alayhis salam u nderua, u privilegjua, u krijua në formë më të bukur, më të mirë, më të përsosur, i mësoi Allahu xhallahu ala emrat e gjërave, kuptimet e tyre, të cilat nuk i dinin as me lajket e Allahut azza wa jall. Krijesa e vetme që kishte këtë dituri ishte Ademi alayhis salam. Dhe kjo është nder i madh. Dhe krahas kësaj Allahu xhallahu ala e futi në xhenet, që të kënaqet dhe i tha: ti zbashku me gruan tënde, hani dhe pini, por mos ju afroni këtij druri. Mos ju afroni këtë. Ky let me anash. Mbeti i nderuar, i privilegjuar derisa nuk ju afrua pemës së ndaluar. Në momentin kur e preku atë që është ndaluar, u degradua. Ju zhveshën teshat, e ka pleni falloj turpi, u nënçmua, madje u dëbua nga xheneti, u sall një vend tashmë ku këtu nuk është çdo gjë tashmë e gatshme. Këtu duhet të lodhesh, të punosh, të mundohesh. Sepse këtu ka urtësi të mëdha të Allahut të mënduar. Por megjithatë, kush e solli njeriu në këtë drejtë? Allahu, kush e solli në këtë shkallë? Padyshim se njeriu. Dhe kjo është simbolik se Allahu na krijoi të nderuar, por ne në momentin kur i afrohemi vijave të ndaluara, i tejkalojmë kompetencat tona, kur ne nuk e respektojmë veten tonë, atëherë degradohemi. Atëherë nënçmohemi dhe përbuzemi.
Për këtë arsye, sa ka mësime të mëdha, shikuar ndëruar, në historinë e njeriu të parë që Kur'ani e prezanton në shumë sura të Kur'anit. Dhe që nga aty mund të kuptojmë se si e trajton Kur'ani njeriu. Si krijesë të privilegjuar, të nderuar, të mësuar, me karakter udhëheqës në tokë, të gjitha krijesat e tjera Allahu xhalla xhelalu i vendos në shërbimin e këtij njeriu, që ai të jetë pastaj në shërbimin e Allahut. Momentin kur njeriu refuzon të jetë në shërbimin e Allahut, atë detyrimisht do të bëhet shërptor i atyre gjërave që realisht janë krijuar të jenë shërptor të tij. Dhe nuk ka më keq se zotëriu të bëhet shërptor i shërptorët vet. Nuk ka më keq se kjo. Nuk ka më keq. Por kush e ka zgjedhur këtë rrugë? Vetë njeriu. Prandaj rruga e ngritjes dhe rruga e nderit dhe respektit është të marrim shembull nga njeriu i parë. Për këtë arsye, jo në një vend në Kur'an, po në shumë vende në Kur'an, Kur'ani na e prezanton historinë e njeriu të parë. Jo për shkak të historisë, jo për shkak të shuajtjes së kurreshtjes se kush ishte njeriu i parë. Jo për këtë arsye. Qase nuk ka Kur'ani të shuan kurresht të njerëzve. Apo nuk ka Kur'an që të jetë libër historisë. Por e përdor historinë. Nuk është libër shkencor, po në ka fakte shkencore. Prandaj pse është kështu? Që të marrim mësime, të marrim shembuj. Dhe nga këtu fillon trajtimi i Kur'anit për njeriu, trajtimi i Islamit për njeriu, që nga fillet e para të krijimit të tij dhe të ardhmësisë të kësaj bote. Nga ndërimet që Allahu ja bëri njeriu është gjithashtu se nuk e la të vetmuar. Nga vetja e tij, nga lloji i tij, Allahu xhallahu ala ja krijoi dhe gruan, shoqëruesin në jetën e kësaj bote, që mos të i vetmuar, ka se ka nevojë për shoqërues. Dhe nga shoqërimi i këtyre dyve të shtohet pastaj lloji njerëzor. Prandaj baba ynë është Ademi alayhis salam. Dhe nëse Allahu atë ka nderuar si babën e njerëzimit, këtë nderim e kanë trashëguar edhe njerëzit pastaj, pas ardhjes së Ademit alayhis salam. Përderisa ata janë përmbajtur asaj që ka bërë të nderuar Ademin alayhis salam. Dhe kanë pësuar atëherë kur nuk kanë marrë mësim nga pësimi i babait të tyre, Ademit alayhis salam. Çdo trajtim i njeriu i bërë nga ky kënd, nga kjo prizmë, padyshim se na bën që të kemi një trajtim të mirëfillt ndaj vetes tonë. Dhe sikur që ai ka shëndruar, me të vërtetë njeriu ka shumë nevojë të mirët me veten e tij. Të mirët me qenë e tij, kush është ai? Për këtë arsye edhe Kur'ani thash fillon shpjegimin, sqarimin e trajtimit të tij për këtë njeri nga historiku i njeriut të parë, duke vazhduar dhe më tutje pastaj me format e tjera të nderimit. Kur Kurani flet gjithashtu për nderimin e njeriut, e përmend edhe një aspekt tjetër. Ai është sikur që përmend janë nështroj krijesat e tjera. Çat krijesa. Për shembull deti. Deti është shumë më i fuqishëm se njeriu. Shumë më i madh se njeriu. Megjithatë është në shërbim të njeriu. Ai rëni qetë që sipërfaqja e tij të jetë në shërbim të udhëtimit njeriu. Udhëtim në të cilin ka shumë dobi njeriu. Por gjithashtu të krahas ofrimit të sipërfaqes, ky det i ofroi edhe brendin e tij, duke i lejuar që të nxjerr begati të shumta nga ky det, qoftë për të ushqyer apo qoftë për çlimet e tjera. Mundësia që Allah i dha që të shëtit në përbot njeriu, të bartët,
i mundsoj që të ketë mjetë transportues, edhe nga bagëtit kaluarën, por edhe nga mjetët e sotshme të zhvilluar edhe në mund lehtësuese, gjitha këto japin me këtu për nderimin që Zoti ja bën njeriut. Ande Allahu xhallahu ala këtë mundësi të lëvizjes, këtë mundësi të eksplorimit, këtë mundësi të hulumtimit dhe përfitimit e përmend në kuadër të nderimit të njeriut. Andaj thot: "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Ne i nderuam bijtë Ademit. Ne i nderuam bijtë Ademit. Dhe kur sjell si shembull këtë nderim, thot: "Hamalnahum fil barri wal bahr." Ne ata u mundsuam që të qarkullojnë, të lëvizën, të bartin mallra të ndryshme, madje ata vetë të barten mbi shpinën e tokës dhe sipërfaqen e detit. Dhe kjo është padyshim begati e madhe që kush ja mundson njeriu këtë. A e keni vëretur se kur trazohet deti, kur ngritën valët e tij, çfarë bën njeriu? Ik, nga se nuk ka fuqi të del përpara këtij deti, nuk ka mundësi. Kur të dridhet toka, çfarë bën njeriu? Ik, nga se nuk ka fuqi ta ndal dridhjen e tij. Nuk ka mundësi njeriu ta ndal dridhjen e tokës, e pamundshme. Andaj fakti që nga njëra turbullohet deti dhe fakti që nga njëra shikon ruar dridhet toka është pikërisht për të na kujtuar nderimin që na bëri Allahu xhallahu ala. Nga se nuk e kemi pushtuar tokën e as detin dhe nuk kemi duke shetitur mbi sipërfaqen e tyre me fuqinë tonë, por me mundësinë që Allahu na dha, me nderimin që Zoti xhallahu ala i bëri. Prandaj njeriu edhe kur u thon për tokë, por edhe në ajër, por edhe në det, edhe kudo që u thon, gjithkund duhet që ta përjeton këtë nderim që Zoti xhallahu ala mundsoi. Ti mund ta përjeton këtë që Zoti xhallahu ala mundsoi. Nga se realisht në këtë aspekt njeriu është i kufizuar. Nuk ka mundësi njeriu në det mbi jetan. Por Allahu xhallahu ala mundsoi që ai me duart e tij ta ndërton një mjet transmetues të quajtur anije, e që qarkullimin e anijeve mbi deti Allahu xhallahu ala përmend në kontekst të argumenteve që flasin për madhërinë e Allahut të mënduar. Kësaj realisht është e pakuptueshme si një anije aq e madhe me gjitha ato pesha të rënda mbi të qëndron mbi ujë, si është e mundshme? Kjo është mrekulli. Zoti xhallahu ala mundsoi ligjet e caktuara të funksionojnë që mundsojnë qarkullimin e anijes mbi det. Por për mos të habit njeriu se aje ka për këtë, ndodhin fundos nga njëra, për të treguar se po deshi Allahu e fundos kur dan. Andaj gjitha këtu janë, të shumë të tjera që do të flasin për to, gjitha këtu janë shikuar. Thirrje që Kurani na i bën për ta kuptuar se sa na don Zoti xhallahu ala. Sa e ka nderuar Allahu këtë njeri. Sa e respekton Allahu këtë njeri. Andaj nuk na ka kriju Allahu për më na dënu. Ka se këto janë argument. Po pse pra dënohemi? Po për shkak se ne nuk e përfillim këtë nderim. Ka njerëz, Allahu na ruaj, që e shqelmojnë begatinë e Allahut, e shqelmojnë nderimin e Allahut xhalla xhelalu. Andaj të tillëve, çfarë të bën Zoti xhallahu ala? Allahu na ruaj. Prandaj dua të them shikojnë ruar se gjitha këto që i përmenda dhe kanë mbetur shumë të tjera, të gjitha këto na thërrasin, na ftojnë që të meditojmë rreth këtij nderimi. Dhe krahas saj, jo që ky nderim na shton mendjemallsinë, na shton pavarësinë për Zotin xhallahu ala, jo. Por ky meditim na shpihet tek një pikë, tek një rezultat, ai është e si kemi mundësi të ruajmë këtë nderim atëre? Apo si kemi mundësi të jemi Allahut falëndërues për këtë nderim që na bëri? E që unë i përmenda vetëm disa aspekte. E mos të flasim për konstruktin fizik, për aftësitë mendore apo dhe intelektuale që Zoti xhallahu ala i dha, për mundësinë të folurit,
E begati tjera të shumë do që njërin që ose i mediton vallahi do të bindet se nuk ka tjetër pas t'i kthehet Allahut mënduar. Nuk ka tjetër pas të dënë këtë zot. Nuk ke llogari tjesh në konfrontim me Allahun xhallahu ala. Nuk ke llogari t'ia kthesh shpinën krijuesit tënd. Nuk ke llogari t'ia kthesh jo me të mirë atij që vazhdimisht po të bën mirë. Vazhdimisht Allahu po të bën mirë. Për aq sa e kemi tokën të qetë në këmbët tona, ecim lirshëm, udhim lirshëm. Kjo është mirësia e vazhdueshme e Allahut xhallahu ala. Përkundër mos mirënjohjeve tona, përkundër rebelimeve tona, përkundër mëkateve tona kështu me radhë. A nuk është kjo një shenjë e drejtë për drejtë për pozitën që e ka kujt tek Allahu xhallahu ala? Sa të këqija në tokë bën, dhe prap Allahu i manduar i begaton njerëzit. Dhe prap Allahu i manduar i fton për të pajtuar njerëzit. Dhe prap ky njeri mbetet krijesa më e dashur e Allahut. Kjo është për të çudit. A nuk është kjo me të vërtet një material i mjaftueshëm për të medituar? Për veten tonë, kush jemi ne? Ne jemi njerëz. Por çfarë na bën të tillë? Çfarë na ngrit? Çfarë na bën të nderuar? Vlerat tona njerëzore. Vlerat tona njerëzore, ato që Allahu xhallahu na krijoi me to dhe na dalloi pe tjerëve. Lufta mes njerëzve për kafshat të bukës, të gojës, për territore, për shtë më radhë. Kë nuk është e njeriu. Këtë e ka marrë nga krijesat e tjera. Tua këthenat atyre. Nëse ne si njerëz duhet t'ia kthejmë vetes tonë vlerën që kemi komunikimin mes vete. Kafshët nuk komunikojnë, ato luftojnë. Për gjërat më të imta luftojnë mes vete. A mban men historia ndonjëherë negociata mes kafshëve për territore të caktuar? Nuk mban men. Ato luftojnë. Ato përleshen. Po njeriu flet, komunikon. Njeriu mirët vesh nga se dëllon nga krijesat e tjera. Momenti kur ne e nënvlerësojmë komunikimin, e nënçmojmë këtë begati të madhe që Allahu na dha, atëherë padyshim se ne e kemi dëmtuar veten tonë, askush tjetër. Ne e dëmtojmë veten tonë si njerëz për shkak se nuk e njohim veten tonë, apo ndoshta edhe nuk e respektojmë sa duhet. Andaj ne duhet sigurisht që ta njohim veten tonë si njerëz, ta respektojmë veten tonë. Në qoftë se dëshirojmë të jemi të respektuar, dhe të nderuar dhe privilegjuar, ashtu sikur deshi krijuesi jon Zoti i gjithësisë. Këto njësa aspekte që kanë të bëjnë me nderimet e bëra kësaj krijese, të quajtur njeri, nga vështrimi islam, nga burimet e islamit, fjalës së Allahut dhe udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht nuk është kjo e tëra që ka me këtë temë. Por shfrytëzohet që këtë emision së paku ti referohem historisë së njeriu të parë, se si e prezanton Kur'ani. E prezanton si të matur, si të ditur, si të formuar, si njëri që e din qëllimin e vet, din çfarë duhet bërë, jo të shfrenuar e të braktisur e lakoreq e ku e din çfarë, jo kështu. Kështu Kurani s'let për njeriu e parë. Flet më ndryshe. Andaj përshtypja që krijohet tek ti kur lexon për njerin e parë nga versioni i Kuranit është me të vërtetë një përshtypje që të mban të nderuar disi, të mban të privilegjuar, të mban që me të vërtetë të ndihesh kënaq për prejardhën tënde, që e ke nga babajët Ademi alayhis salam dhe nëna Hawaja. Allahu xhallahu ala nderoft dhe me të vërtetë na mundsoj që si njerëz të jetojmë në mënyrë dinjitoze, të jetojmë me të vërtetë ashtu sikur që Zoti xhallahu ala ka kërkuar prej neve që përmes saj të sillim vetes tonë, të garantojmë vetes tonë një jetë më të dinjitetshme, një kënaqësi me të vërtetë njerëzore, një respekt që ja kemi borxh njëri tjetrit, por para së gjithash një respekt që ja kemi borxh vetëve tona. Me kaq për do fund se pjesë, shkputemi për pak dhe rikthehemi pastaj me
pyetjet e juaja, andaj na ndeshni Zoti ju shpëleft. Shikoj ndëruar, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit ton, ku tashmë kjo pjesë është rezervuar për juve dhe për inkuadrimin e juaj përmes numrit telefonit që e keni të shfaqur në pjesën e poshtme të ekranit të juaja. Dhe ne menjëherë pa humbur kohë inkuadrojmë telefonatën e parë për sonte. Orna? Selam aleikum hoj. Aleikum selam ورحمة. Unë jam ai dëgjuesi do voni javës të kalume, edhe në lidhje me librat. Tash do shta më ta bëni pyetje. Ka për shembull libra të nai autorit, që për shembull ai autori ka vdek, ose për shembull nuk ka domethënë ribotime të aty në librave, mirë po janë libra vjetra, edhe ato libra mundu me qenë domethënë veç fotokopje. Ana lejuat dhe marr fotokopje, mase nuk ka domethënë ose mundu me konë vende të tjera ato libra, për shembull në Shqipëri mundu me konë, dihet që distanca për Kosovë, për shembull Shqipëria është e lartë dhe nuk kena mundësi për të shku. Ana lejuat neve me marr domethënë librat fotokopje. Po e qartë, e kuptova. Edhe pyetja e dytë është kështu. Domethënë pak para se me një provim po ka për studentave që të marrin pyetjet. Gjatë aty në pyetjeve domethënë ndoshta do bëjnë përsëritje dhe komunikojnë njëri me tjetrin. Domethënë gjatë atij komunikimit muna o në përshëndetje më mëna informat. Edhe ku mor domethënë një pyetje që nuk u kon liber hiç, edhe atë pyetje domethënë pa dashje e kum kuptuar. Tash të përshëndetje nëse i provim bjen çaj e pyetje që ku mor pa dashje, ana lejohet me rrumullaksue ose me shkruar çfarë pyetje. Edhe pse domethënë me qëllim se kena marrë aty pyetje. Po valla me qartë e kuptoj. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة. Unë kam sqaruar edhe në takimin e kaluar dhe vazhdimisht duhet ta dim se autorsia e njeriu duhet respektuar. Nga se njeriu që e ka shkruar libër ka investuar, dhe shtëpia botuese ka investuar. Dash nuk lejohet kështu në mënyrë të papërgjithshme me neglizhu dhe me në vlerësu tërë këtë mund dhe me shku tash dikush edhe në të caktuara me përfitu. Nga se kjo padyshim është shkelje. Dhe mendoj se me gjitha ligjet është e garantuar autorsia një vepre. Autori shtëpisë botuese kështu më radh. Përjashtimi tash është s'ka mundësi me gjithë pas fotokopje, ti nuk e ke për tregti, por e ke për provim, nuk ke mundësi me gjithë të përjashtime pastaj, padyshim se mund të kenë rregulla tjera, si përjashtime, po them, duke ju referuar situatave që ti i përmende, por në esencë duhet më respektohet autorsia. Për përjashtimet caktuara thash për çdo përjashtim pastaj ka rregull të posaçëm. Se për këtë pyetje së dytë, realisht njeriu nuk duhet domthon që qëllimisht. Por nëse tash po them gjithmonë duke ju referu situatës të përmende që pa dashje, pa dëshirë, një informat ka ty dhe pa u fund prim, dhe tash më këtë kryen punë kur futet prim, mendoj se nuk duhet deri në këtë shkallë që njeriu tash me ndimetën se ka kopjuar se ka bëu keq përdorim. Nga se ti s'ke dashje, bu pjesë e saj. Por maksimalisht duhet më rujt besimtari. Maksimalisht duhet më rujt që të jetë sa më korrekt. Nga se kopjimi në përvojmë është mashtrim, dhe mashtrimi është ndaluar sipas asaj që ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se është mashtrim edhe për neve. Do dikush për na mashtron se këtë e din, nëse ai rreth nuk e din, dhe kjo është mashtrim për shoqërinë, mashtrim për shkollën, mashtrim për familjen. Dorso Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ghashana falaysa minna, ai që na mashtron nuk i ka me kon pe neve. Nuk i ka me kon musliman diku që mashtron, gënjen. Prandaj duhet të ruajmë maksimalisht që notën ta kemi të merituar në bazë të mundit dhe dijes që kemi. Tash para se më fut në probleme keni dikon ose kanë dëgjuar diçka rastësisht ka në kokë, nuk e din ajo është pyetje që ka më dalë problema, nuk e din, po si informatë kanë dëgjuar dhe ke përfituar besoj dhe ja të ka ardhur problem, përfitoj besoj. Ka se mundësia e përfitimit është derisa të vijë koha e provimit apo. Normalisht në mënyrë të lejuar, jo duke përfituar nga pyetja që ka rrjedh ku e diun nga kush dhe në çfarë mënyre. Por duhet më vetë vedisohemi. Kjo është tepër banale dhe është me vërtet është shumë e paturshme që në këtë mënyrë njerëzit e kalojnë. Me i marr pyetjet për dikujt e ku e din kush u ka dhënë ose vetë profesorët më bëu këto gjëra. Prandaj që kjo është shumë ol, nuk bën më bëu kështu. Kjo është një rezultat me vërtet një mungesë të një edukate dhe të një kulture njerëzore që nuk duhet bim në këtë nivel. Inshallah,
Dhe jep provimin. Por me dembeli, me neglizhencë, me komoditet, me shëtitje poshtë e përpjet, me kry fakultet, me ne që kjo Allah është, jo veç mashtrim, po dhe tradhti për këtë vend është kjo. Këse nesër të besohet një detyrë, e ti për atë punë që je përgjegjës për këtë vendin tënë. Nuk i din dy fjalë. Kush pësën pastaj? Duhet të jemi të përgjegjës, duhet me rujt vendin tonë. Rujtja nuk bëhet veç kur luftë me rujt, po më shumë ruhet në paqe se në luftë. Me rujt duke u shkollu drejt, duke punu drejt, duke kontribu drejt, çështo ruhet vendi. Nëse ata që kopjojnë provime, ose edhe ata që i shesin provimet, ata janë një nga shkatruesit më të mëdhenj të vendit. Kësa ata pra prodhojnë me të vërtet kuadra të papregaditur, të papërgjithshëm, që nesër me këtë jo përgatitje dhe mungesë të profesionalizmit e dëmtojnë edhe popullin edhe vendet gjithë ato që kanë mundësi me dëmtu. Prandaj duhet me kon të kujdesshëm. Ty Allah shpëlej që je i kujdesshëm dhe po pyet. Duhet me kon maksimalisht i kujdesshëm. Mirë po, ke dëgju duke përsit dikush, ose duke pyet dikush dikën dhe duke u përgjigj, dhe ke përfitu nga kjo, pa ditë të realisht çfarë po bëhet fjalë, mendoj që kjo është jashtë asaj që ne po flasim për të. E im kadrojmë telefonat në radhës? Po gjenderum. Po urna? Ndeshta më zajtë të kuranorën se ka mundësi. Po urna? Ka thonë Allahu që hafidhu ala salavati wa salat. Sa dhe më thonë, kujdesni për namazët që dhe më sprat namazën e mesën. Po. E deshta me di, për cëllë namaz bënë fjallë dhe një dobi pësa përmejnë që namaz me imën dhe më thonë. Po e qartë. Po. Selam alaikum. Selam alaikum. Ajetin surën Bakara, hafidhu ala salavati wa salati l-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kujdesuni, ruajnë namazin, veçanërisht për namazin e mesëm, dhe faluni për Allahun të përkushtuar, me përkushtimin e duhur, nevojshëm si duhet për Allah xhallahu ala, jo duke qenë të shpërqendruar, po me një përqendrim dhe koncentrim të kërkuar. Dietarët islam nuk janë të një mendimi kur bie fjala për namazin e mesëm. Andaj këtu ka komente nga më të ndryshmet se cili është ai namazi i mesëm. Por ndoshta ajo që më së afërmi i përgjigjet pyetjes së është se bëhet fjalë për namazin e ikindis. Bëhet fjalë për namazin e ikindis. Dhe këti namazi ka kushtu vëmendje të posaçme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikurse ka bërë me namazin e sabat. Për arsye të shumta, ndoshta disa i dimë shumë, të tjerë nuk i dimë. Por se edhe kjo është një nga namazet kur sabat që këtu ndrohen me lajket. Qase në tokë me lajket ndrohen 2 herë, në mëngjes dhe pas ikindis. Do në ikindi ndrohen me lajket e sikur themi ne tash ndrimi i dytë, jo që ata kanë ndrime, por po flas për atë që ne e kuptojmë ashtu. Ndoshta për shkak të kësaj dhe për shkak të një lloj përgatitje, nga se para akşamit zbresin shejtan në tokë. Dhe sa më kualitativ është namazi i ikindis dhe përmendja e Allahut pas ikindis, aq më imun jeti ndaj sulmeve të shejtanit. Prandaj mund të jetë kjo dhe ajo që përmend edhe shumë të tjera, disa arsye që e bëjnë këtë namaz, edhe pse çdo namaz e ka vlerën e vet, yatsia ka të vetën që se ka ikindia. Prandaj ne duhet të kujdesim për të gjitha namazet. Por ndoshta kjo mund të jetë një arsye pse Allah e ka veçuar namazin e ikindis. Kemi telefonatin kodrojmë? Po urna? Mirë mbrëma, selam aleikum hoq. Aleikum salam wa rahmatullah. Hoq, deshta me ta bëni një pyetje. Po urna? Jam të lexu një libër Thirrjet për mbledhje e lutjeve dhe zikreve. Po. Mbrojtje dhe shërim nga sihri, xhenet dhe oguri. Po. Sa ka vlerë kjo libër Allahut me lexu, këto dovë që jam të mësu, pa ta qërë me ditë. Më falë, a ka mundësi që autorin, se për moment cilë është për të me sigurt? Autori është Imam Neveviu? Neveni. Po, e kuptova. Këtë libër e ku mbledh, unë jam për Prizrenit, e ku mbledh dhe jam të lexu që një vetëm atepër, i kom mësu do, po nuk e di, këtu shkruan lutje për mu
çka ka lut pejgamberi Po. Muhamedi alayhis salam, që i ka bo lutjet për fëmijë, për krejt, sa kanë nxerr, a mujën shembull fëmijë ose dikujt tafër me të burrit, për vetë me nuk do të dhe sa kanë nxerr. Po e kuptova, shumë drejt, shumë mirë. Edhe hoxhi disa dobi kuptoj, po mund të më ra namaz disë. Po. Se duket edhe shpot lidhen në fund, po së do qoftë e kuptova, libri El Adhkar në gjuhën arabe kështu quhet, libri domethënë mbi lutjet, përmbledhje lutjesh të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e autorit të njohur të dietarit të kohërave të hershme Imam Nevaviut. Imam Nevaviu, do të thotë vjen nga një vend i quajtur Newa, afër Damaskut ka qenë. Do të thotë nga i vend vije ky autor i hershëm, shumë sheku para nesh, dhe është gjithashtu autori i librit Riyadus Salihin dhe autori i librit 40 hadith Nevaviut. Është një autor i njohur i cili me vërtet ka lënë një trashëgimi të çmuar dhe të madhe për muslimanët. Ky libër është libër i mirë. Nëse edhe ka përmbledh lutjesh, po edhe ka disa serime që kanë me lutjet. Andaj është libër i mirë, nuk ka diçka domthon të keqe, pa përkundërzi është i mirë të përdoret, të ndjekën udhëzimet e tij, të bën ato lutje që janë aty. Nga se janë lutje që i ka përdor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po inkuadrojmë telefonin e radhës. Selam aleikum. Aleikum salam. Nuk është telefonata e qartë, ju lutem, nëse ka mundësi pak më me zë ose nëse... Okej, po do me dhëmë më. Tash jeton në Belgjik? Se? Bilian? Jeton në Belgjik, po? Jeton në Belgjik, edhe para 4 vite, para se të filloj me praktiku fen, po? Dhe me thënë kam ble një shtëpi në anë të kredis. Po. Edhe tash, mësi që i di pasojat shumë një të kredis, më është do si komplikim edhe së di që ka me ndërmarë tash. Qam këshiman? A ki afër me pagu kistet, apo je duke pagu anda, qysh? Jo, jam të dhe pagu kistet edhe vazhdo në 20 vjetarë. Nëse tash qëtë në shqip, nuk e di që për shamu nga mund me mos pozitë në bërgjë ma tjepër, apo nuk kam e sigur të manë që e më bulej ato që e kam e ndërstu. Po, të tërpytja? Jo, kjo është e pytja. Salam aleikum. Aleikum salam. Kemi sqaruar disa herë se qëndrimi i Islamit për kamatën është i qartë. Dhe në këtë rast nuk arsjetohet asnjëri i cili ka bler shtëpi, por Allahu xhallahu ala kur na thret që të braktisim këtë mënyrë të shitblerjes, apo fletë për të kaluarën, ku shitblerja ka filluar me këtë mënyrë të pagesës, me kamat, por nuk ka përfunduar ende dhe ne jemi penduar. Ande Allahu thot fa in intaha falahu ma salaf. Në qoftë se jap fund, pendohet tek Allahu dhe nuk bën më kët, atëra ajo që ka kaluar është e tij. Për shembull, njeriu ka bler me kamat shtëpi, dhe është pendu, tash nuk kërkon Islami që me rrnu këtë shtëpi. Jo, ajo që ka kaluar. Ndërsa ajo që ka mbet tash duhet të kesh kujdes për ta. Andaj në këtë rast je në mes të kaluarës dhe të ardhmës. Pasi që je fut në këtë çështje dhe e ke bler shtëpinë dhe tashmë i ki borx bankës për këtë, unë të këshilloj që fillimisht nëse ke mundësi të marrësh borx nga shokët e tu, apo të shitësh diç nga gjësat e tua që i ke, apo të grumbullosh aty të parave dhe ti paguash më një herë. Apo spaku të minimizosh në maksimum kistet. Nëse ki për shembull 10 kiste, 15 kiste me pagu, minimizoj, bëne me 2, me 3. Paguaj domthon 4-5 kiste me një kist. Që ta shkurtash kohëzgjatin e kisteve dhe rrëdhëmë nga kjo dhe rritën e kamatës. Kjo në qëse ki mundësi, po këtë bëre. Qëse ki mundësi, paguaj ato që i ke bërç, dhe me këtë jepi fund asaj që quhet
blerje me kamat. Nga stash me thonë, mos e merr shtëpinë, ti ke pagu, tash ti dëmtohesh këtë rast. Andaj thash, Islami nuk kërkon që ne të dëmtohemi duke braktis kamatën, por kërkon nga ne që për të kaluarën ta mbajmë sjesht, nga se ka kaluar, ndërsa të kujdesemi për të ardhmen. Andaj mendoj se njërin nga këto dyja veproje dhe vazhdo me tutje, e di që është ngarkesë, fakti që po ndihesh keq është punë e mirë, nga se normalisht njeriu kur e din që ka bërë diçka që Allahu nuk është i kënaqur me të, padyshim se ndihet keq dhe kjo është shenjë e mirë e pendimit. Kemi telefonatin kodrojmë. Selam aleikum hoq. Aleikum salam wa rahmatullah. Allah shpëleft. Amin aty. Një person i më shumë, një grua më shumë, dhe më thonë gjatë Ramazan për 2 viteve, Po. Për shkollë shëndetësore s'ka mujtë më xhiru Ramazan, të më para 2 vite. Po. Edhe dhe më thonë tash i ka metë marak se se ka vonat për një të vafën, dhe më thonë me zavendësu, ato kupton? Po. Edhe ka shku Ramazani, dhe më thonë tash i ka metë marak sa me bo. A më në xhiru, dhe më thonë, që të 30 ditë që i kanë shkua, po me qysh me avo, me zavendësu me naj... Po, e qartë, e kuptu. Allah shpëleft. Amin. Personi që nuk ka gjë Ramazanin për shkaqe shëndetësore obligohet me kompenzu brenda vitit. Dhe nuk lejohet me nxon Ramazanin e ardhshëm pa e kompenzu. Por nëse ndodh, domethënë se e ka zonë Ramazanin e vitit të ardhshëm, ose në këtë rast 2 Ramazane e kanë zonë, atëherë obligueshmëria e kompenzimit nuk bie, nuk anulohet. Por dietarët kanë mos pajtim se kur të kompenzon, a duhet të me shpagu si dënim për vonim apo jo, këto është mos pajtimi i ulemave. Dhe mendoj se përse nuk ka argument për shpagim, kaj që ka duhet me bësh një lloj pendimi tek Allahu i manduar për këtë vonim, dhe në anën tjetër, tashmë këtyre ditëve të dimrit që ditë të shkurtuara, ti agjiron ato 30 ditë dhe me këtë të shpaguhet për Allahu të manduar për borxhin që ka për agjërimin e lënë para 2 viteve. Andaj agjiron tash dhe pendohet tek Allahu xhallahu ala për këtë që e ka vonuar dhe nuk ka nevojë të bëjë ndonjë shpagim tjetër, edhe pse thash ka nga ulema që ka përmend, por unë nuk e di që ka argument për këtë, andaj nuk duhet me ngarku njerëzit qoftë me shpagim disiplinor, nëse për këtë nuk ka argument. Inkuadrojmë telefon në radhës. Selam aleikum. Aleikum salam tullah. Te jesh tani pyetje? Po, urnalla. A ka mundësimi sarim rreth të ubes për mëkatet mëdha? Po. Do më thonë rreth namazit në një pendimi që shkon, pastaj istighfari. Po. Për çfarë do ishte më pyet? O bolla. Allah shpëlblet, selam. Ametullah, aleikum salam tullah. Taubeja, pendimi tek Allahu i mënduar, dihen kushtet e saj. Kushti i parë është keqardhja, të di njeriu keq për atë që ka bërë. E dyta është braktisja menjëhershme e mëkatit, dhe e treta është vendosmëria që në të ardhmen asnjëherë më mos ta bën këtë mëkat. Kjo nëse bëhet fjalë për ndonjë shkelje në raport me Allahun. Nëse bëhet fjalë për një shkelje në raport me njerëz që kanë hak dikujt, atëra duhet me ia kthy hakun, me kërku halal, apo çfarë lloj forme tjetër që ja shpaguan dëmin që ja ka shkaktuar njeriu të caktuar. Dhe për mëkate të mëdha, domethënë kushtëzohet tauba e posaçme. Çfarë nuk kupton tauba e posaçme? Ne kur themi astaghfirullah, kërkojmë falje për Allahut të mënduar, ne nuk e kemi ndërmendur mëkat caktuar, po në përgjithësi Allahut i kërkojmë falje. Dhe dietarët e kanë përmendur se në këtë mënyrë të përgjithshme kërkim falja, i shlyen mëkate vogla. Ndërsa kur bie fjala për mëkate të mëdha, duhet përsëri vetvetiu më u pendu. Andaj një për shembull ka bërë mëkat caktuar, Allah na ruaj, për shembull ka pi alkool. Duhet për këtë mëkat, o Allah, më fal për pirjet e alkoolit. Nuk e pi më kur, pendohem te ti për këtë që kam bërë. Kështu. Se ka fal namazin, duhet mundi keq pse ka fal namazin. Duhet që me fillu më herë me fal namazin dhe mu pendu tek Allahu xhallahu për këtë që ka bërë duke vendosur të ardhmen asnjë nuk e braktis namazin. Dhe kështu në këtë mënyrë kjo është procedura në përcjell kalan njeriu i cili ka bërë mëkat të madh. Dhe për çdo mëkat në mënyrë të veçantë kërkon falje dhe pendohet. Kemi telefon të inkuadrojmë?
Urdhën. Mirë mrama. Mirë mrama. Do është një 3 pyetje që ka mundësi të lutna? Po urdhëna, po ndëgjojmë. Më pari do është me pyet a është gjuna me dal, po thonë musliman të është gjuna, do me thonë sidomos femrat me dal të varezat. Dyta, të vdeknit dhe me kru në rasizmi me knu jasin, a është gjuna me knu me pare, për shembull për net mraja, për bajrame, për qa po ditë shtut. Po. Do me thonë me knu deknit, a i deknit të dhurat s'ki qka me quve të në thonë deknit dojnë Kuran, e ti kur zirë me knu Kuran, do me thonë me pagu dikonin. Po. Edhe e treta dasha me pytë, për shembull me prej kurban. Po. Njët për një fëmija, për një qka do qofti, qka në aksident, në qiko, a bon, a zbon, a dikush për dhe që jo është gjuna, jo zbon, jo do me thonë, se disa e me kjo që to me mi spjegu. Po e qartë, e kuptum shumë drejt. Po. Faleminderit. Konxha. Se përket shkuarës së femrave tek varrezat, dietarët edhe këtu kanë disa mendime. Jo për shkak se femra nuk duhet më shku tek varret, po për shkak se tek varrezat atje njeriu me të vërtetë mund të provokohet emocionalisht. Edhe duke pas parasysh se femrat në aspektin emocional janë më të dobta se mashkulli, ka mundësi, disa nga dietarët e kanë përmendur se ka mundësi që të përfshihet ndonjë vaj apo ndoshta edhe skenë tjetër, sikurse dim raste se është alivanos tek varrezat, pastaj kanë ndodhur britje të caktuara e kështu me radhë, duke pas parasysh këtë disa dietarë si preventiv e kanë përmend se nuk është e preferuar dhe mirë që gruaja të merr pjesë në varrim. Nuk është mirë të merr pjesë në varrim. Por në anën tjetër themi se nëse gruaja, do të thonë, do mi vizitu varrezat, do mi dërgu selam të vdekur, sikurse ka dua për këtë, do me bë lutje për të vdekur e saj, që Allah mi ia fal mëkatet kështu me radhë. Nëse e një vetë në saj, dhe garanton se nuk bën ndonjë veprim atje, që i takon vajtimit, apo gjërave të pajishme, atëherë themi se e lejuar është me shku. Por nëse, dhe kjo është përgjegjësia e saj, që ka frikë se ajo mund të shkakton një provokim që nuk mund të përmbahet, e themi më mirë ki mos shka. Prandaj vizita e varrezave për femrat është me këtë kusht. Dhe përgjegjësia e shkuarës i takon pasaj asaj. Se përket Jasin me këndu, do mund ti këtu po don që të vdekurit të mi dërgu diçka. Apo dhe e përmendë se ke dëgjuar se kanë thënë se përveç Kur'anit s'ki çka më dërgu. Apo jo un po them se mund shumë të tjera më dërgu përveç Kur'anit. Andaj para që i paguam për Jasin, më mirë është dhe më e dobishme dhe më e favorshme dhe padyshim edhe më e gëzueshme për të vdekurin tënd është nëse ato para i japin të varfëri. Një të varfëri që ndoshta me ato para 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë ka mundësi që e ushqen familjen e tij. Dhe gjithë ato sevape, të ati gëzimi, të asoj hareje, apo të ati ushqime, që ata fukara e kanë arrit ma të sadak që ti o ka dhenë, i shumë fishohet tërë ky sap dhe i dërgohet të vdekurit. Pra kjo është ma e kërkuar, dhe kjo është ma e pëlqyer. Dhe kjo është padyshim ajo që të vdekurve tonë u bën më shumë dobi. Sadakaja, lutja, punë të mira kështu me radhë. Dhe e treta me prej kurban, nuk prish punë. Për shembull, për fëmijë prehet kurban. Ose me raste fatkeqësive të caktuara njëri me prej kurban në shenjë falërimi dhe mirënjohje për Allahun e Madhnuar. Për shembull, pse ka pështu Zoti xhalla xhelalu? Nuk prish punë. Është rrugë nga smundja, është kthy nga udhimi dhe prin kurban në shenjë falëndrimi me këtë njet, në shenjë falëndrimi dhe mirënjohje ndaj Allahut të Madhnuar, atëherë padyshim se kjo është një punë jo vetëm që është e lejuar, por edhe pëlqyer. Kemi telefonin kuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Do shta me pyet para namaz tikinjes, a ka sunat edhe namaz po. Namaz tjaqijes. Po, qartë. Faleminderit, Allah i shpërblet. Aleikum selam tullah. Sa i përket na do të dalluam mes domon fjala sunnet dhe nafile.
Nafila është namaz i përgjithshëm, që nuk është i ndërlidhur me kohë apo vend caktuar. Ndërsa sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është është një traditë e vazhdueshme që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj, para ikindis kemi sunet. Nëse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe pse sipas transmetimeve nuk ka qenë i rregullt sikurse ka bërë këtë me drekë dhe me sabah, por spaku gojarisht na ka nxitur për ta fal sunetin e ikindis. Andaj ka thënë rahimallahu mra'an salla qabla al-'asri arba'an. Allahu e mëshiroft atë njeri që i fal para ikindis 4 rekate. Dhe kjo është gojarisht, nga se vërtetohet suneti një vepre, jo vetëm me dvepruarit e pejgamberit, por edhe me miratimin e tij, edhe me fjalën e tij. Andaj këtë rast kemi fjalë dhe miratim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thënë në lidhje me sunetin e ikindis. Se përket atij të yacis, domthon pa dyshim se ka namaz vullnetar para namazit të yacis. Qoftë jetë i ndërlidhur me hyrjen në xhami, qoftë i ndërlidhur me namazin mes dy ezaneve, do ezan dhe ikametit, qoftë i ndërlidhur me 2 rekate të abdesit, apo në çfarë mënyre ka nafile. Por ta quajmë këtë sunet të rregullt, ka plot nga dietar që e kanë kontestuar këtë. Në për shkak të mungesës së argumente që flet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fal sunet para yacis. Do nafile ka para yacis me arsye të shumta. Dhe andaj disa njerëz thonë yacia s'ka sunet, edhe s'falin kurrë, rrin kom, bojnë zhurmë xhami, jo, kjo nuk është arsye. Para yacis falesh. Këtu problemi është vetë njëti, me çfarë njëti më fal. Dhe disa dietar kanë thënë se në mungesë të argumenteve nuk mund të bëjmë njët për sunet, por bëjmë njët për nafile. Qoftë për shkak të hyrjes në xhami, qoftë për shkak të asaj, qoftë, do për arsye të tilla të shumta që mund të bëjë njeriu me rastin e namazeve nafile. Sidoqoftë çështja është e hapur, do thotë njeriu mund që të falë në emër të nafiles, por nëse sa i binde dhe ka argument për këtë ta falë në emër të sunetit yacis, kjo është çështje e tij, them e rëndësishme është që të falemi. Dhe e rëndësishme është që mos të pengojmë tjetrin i cili falet në emër të asaj se nuk ka sunet. Gjithmonë ka arsye pse mu fal njëri. Nëse s'fash në emër të sunetit, fash në emër të kësaj, në emër të asaj, e rëndësishme është mu fal. E rëndësishme është që njëri do të thotë ti paraprin farzin me nafile. Qase kjo është pastaj më e mirë dhe më e dobishme për farzin e tij. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Sa kom lezu Kur'an lidhje me alkoholin, janë disa ajete që nuk e ndalon rreptësisht alkoholin, po dëgjoj nga historitë e kaluara se me një ajet jepet edhe isharet se mos hini të pirë në mos u falni të dehur, derisa t'jeni zehër. Po. Deri vjen ajeti i 3 që ndalon dhe thot largohuni nga ajo se nuk ka më shumë ka dëm se dobi. Po. Sa ko mujt me nëzirë, unë pe i këti kuptimin nga vetë ajo ideja ime, që vetë Zoti ka toleru një formë alkoholin deri sa është pjek shoqëria islame dhe ja ka ndalu rreptësisht. Po. Tash, unë po hasin dërsa pyetje që po i bëjnë këtu se për ju përcjell non-stop lidhje me kamatën, lidhje me do ligje që po i ndalon rreptësisht. Po. Ligji islam vlen tansi. I vlen kur është 100% shariati. Ku është tolerimi shembull, unë kam biznesin që për marrë vetën shembull që pa kredi nuk muj me mbjetu. Po. Nuk e kam unë që për vetën tem, po a duhet me pas një tolerim edhe këto shpjegimet e kamatës e shumë gjona. Ka njës profesionista shembull Economic of Islam. Po. Njës që shpjegojnë din mu mirë edhe me gjendjen kritike, din mu mirë edhe çfarë i na këtu në Kosovë, çfarë ligji funksionon bineve. Po. Gjithmonë me parë
gjithmonë me marrë bazë, hadithet, ajetet, kur terrenin e ki luk. Po. Ku po du me dalë. Po të kuptoj, po të kuptoj drejt. Po shumë njerë që unë një që pe rëtësis që janë hadithet, ajetet e rreta, nuk bojnë kyqe në islam. Pe hadithet që janë të rreta, ajetet dhe kamatës, nuk bojnë kyqe se ajo ndalune kjo e qa me bo, veç më tanu njëra, kuptan. Po mi pas disa tolerime që me pas një ëmbëlsirë për mu kap dikon, për me pas një rrugdalje të letë që pas masi që të fillon një pjetë trurja i vetë një po ato gabimet, ato dallimet, ato lesat, vetë një andaluar. Po, qartë, kuptoha, faleminderit. Faleminderit, selam. Kur, aleikum salam. Normalisht në këtë inkuadrimin e shikuesit vllau ton ka disa gjëra që kanë nevojë për ndoshta edhe sqarim, edhe shpjegim, edhe përgjigje pasi që ai neve na u drejtua me këtë edhe pyetje, edhe sugjerim, edhe këshill, porosi e kështu me radhë. Fillimisht, domethënë se përket alkoolit dhe gjërave tjera që janë ndaluar në mënyrë graduale, për neve vlen vendimi përfundimtar. Dhe nuk guxon askush për shembull sot unë po i referohem gjithmonë mësimeve të dietarëve, shpjegimeve të tyre, nga sa ata janë kompetent për të interpretuar fjalën e Allahut dhe fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Askush nuk thot sot se na sot duhet për shembull që për një kohë caktuar, për shoqi të caktuara ta lejojmë alkoolin. Dhe pas kaq viteve, pastaj ne shkojmë nga të ndalojmë. Absolutisht, nga se e ndaluara mbet ndaluar. E ndaluara mbet ndaluar. Dhe dihet në rregullat islame se ka ajete që janë të deroguara. Kanë qenë në fuqi për një kohë caktuar dhe pastaj vendimin e tyre shariatik ose vendimin e tyre juridik e ka shfuqizuar një ajet tjetër. Dikush mund të thotë pse ka mbet ky ajet këtu? Për arsye të shumta. Një nga ato që të kuptoj mirësinë e Allahut të mëdhenuar. Se çfarë ka qenë, çfarë ka ndodhur, e kështu me radhë arsye që i kanë përmendur dietarët tash nuk është kjo koha ku mund të shëroj arsye pse ka mbet një ajet i shfuqizuar në Kur'an. E pse ai nuk është i shfuqizuar nga gjitha anët. Pastaj, fjala kur bie fjala për ligjet që janë në vendin tonë. Normalisht ne nuk po flasim për ato veprime që nëse ne i bëjmë shkelim ligjin. Ne s'po flasim për to. Nëse ne jemi për të respektuar këtë aspekt ligjit. Por nuk di ligj që të ndjek për shemb penalisht ty pse s'ke marr kamat kur. Jo, ligji e lejon kamatën tek ne, e lejon si formë caktuar të ekonomisë. Por ti si musliman, a je i kërkuar që të mundosh në kuadër të këtij ligji ashtu, të gjesh vetes tënde mënyra të ndryshme se si ki mundësi ta minimizosh kontaktin me kamat, kjo është e kërkuar. Në këtë drejtim ti s'ke bo as refuzim të ligjit, as shkeljet e tij absolutisht. Ti ke respektuar ligjin. Dhe ka musliman në vendin tonë që punojnë, zhvillojnë biznese pa kamat, ka. E si e kanë dalë ata? Po tash ata dikushe kanë dalë. E jona është që domethënë ne të mundohemi që mbrana hapësirës së lejuar të adaptohemi. Mbrana hapësirës së lejuar të gjejmë adaptimet e mundshme. Por jo të dorëzohemi. Tash normalisht është e gjithë ditur, që jo vetëm sot, po gjithmonë, edhe jo vetëm në islam, tek të gjitha fet, kamata është ndaluar. Tek të gjitha fet, kamata është ndaluar. Po tash normalisht, ligjet që janë në fuqi, nuk janë të nxjerra ndoshta nga burimet fetare. Dhe ato normalisht shikojnë interes të tjerë, dhe kjo është çështje tjetër. Por ti si musliman, normalisht, nuk po e shkel ligjin, por në kuadër të këtij ligji, po e gjen mënyrën më të përshtatshme që i përshtatet bindjeve tuaja fetare që të mbietash, dhe kjo është komplet në rregull. Apo se në treg ka dhe mish derrit për ata që hajnë. Ta zë më thonë pse ligji e lejon mishën e derrit na me hongër, ose kush sa ne ka shkel ligjin. Jo, absolutisht, se sta obligon, aja ka leju. Ai që do të më hongër e ka të lejuar, s'takon ti mjanal atij. Sa është
çështja e tij persona han ai mish të derë apo nuk han. Ti mos e ha, se ti e ke ndaluar. E tash çështja se a mundesh ti me mbietu pa kamat, kjo nuk është çështja ime, nuk mirë me atë çështje. As nuk dua të mirë. Unë si hoqës, ai hoqët ose ky tjetër ose kush do qoftë, e kemi obligim që të sqarojmë rregullin e përgjithshëm. Pastaj përjashtimet nuk bëhen sqarimet e përjashtimeve përmes telefonatave ose emisioneve. Ato duhet ul me eksperta, sikurse përmenda, me hoxhallar të dijshëm këtë drejtim, të shkolluar, ku ti ja prezanton gjendjen tënde, situatën tënde, rrethanat tua, dhe ata në bazë të asaj që din për fen thonë a ki lehtësim ti apo s'ki lehtësim. Andaj feja nuk ka në ngulfat. Islami nuk na ngulfat, nuk na privon. I ka lehtësimet e veta. Sikurse e pat më herët, nuk ka xhiru. Ka qenë smut. Rregull, nuk ka përmbys dunjaja pse ka xhiru. Por tash e ka një në kompenzimit, e ka të shpagimit. Ka rrugdale, edhe ai telefon që telefon nga Belgjika. Ka blerë shtëpi me kamat. Nuk i themi jo, praktikisht shtëpi shite. Jo valla. Ke hyn kësi blerje, me e kthy shtëpinë dëmtosh. Vazhdo me tutje, përmbush ekisin dhe shtëpia është e jotja. Do të them që ka shumë forma caktuara të adaptimit të lehtësimit, por duhet të bëhen në bazë të dijes, jo në bazë të interesave tonë personale. Unë kam interes nga kjo, e tash duhet me pas lehtësim këtu. Unë po them, gjithmonë duke u referuar përgjithsisht për Allahut mënduar. Secili prej neve kemi me dorë Allahut përpara. Do llogari, Allahu e din a ke shumë as ke shumë, unë nuk e di. E imi është me shpjegu sikurse ka thënë Zoti. Pastaj çdo kush e shikon hallin e tij. Allahu nuk e ngarkon askënd për të mundësive. Pra dua të them që gradualiteti është i kërkuar. E në Islam ka shumë gjëra që respektohet gradualiteti. Padyshim se duhet me bëj ashtu. Ka se normalisht ka shumë gjëra që në shoqërinë tonë normalisht nuk shpjegohen në asnjë mënyrë sikurse në kohën këtu koha e Muhamedit sa. Nuk ka, ne respektojmë kohën dhe vendin ku jetojmë. Në bazë të kësaj përshtaten shumë shpjegime, por jo duke dëmtuar fen, jo duke rënuar rregullat, nga se nuk mundemi ta bëjmë këtë. Nuk mund ta bëjmë këtë. Andaj edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas parasysh rrethanat e popullit të tij, sikurse ne kemi parasysh rrethanat e popullit tonë. Por disa gjëra që janë madhore, janë të njohura dhe janë të qarta të shpjeguara, nuk mund të themi se është e lejuar. Pse nuk kena qysh me ja bën ndryshë ato. Po nëse e gjëm dikon që e ka bën ndryshë, tash ka një boksaj. Duhet të them që duhet të jemi më të kujdesshëm. Po duhet me respektu gradualitetin. Duhet maksimalisht të gjejmë metoda se si të përshtatemi, të gjejmë metoda se si të mbijetojmë padyshim duke respektuar rregullat e vendit ku je dhe situatës ku je. Normalisht kjo nuk është larg as jashtë shpjegimit islam, por gjithmonë duke u kujdesur për rregullat që të feston. Normalisht nuk ekziston për shembull me ligj se punëdhënësi obligohet me e liru punëmarrësin për me falë gjumon. Nuk ka kështu. Ai më dashur të s'pël çaj. Tash kam po. Mirë po, fakti që domethënë nuk ka decidimisht çka përmendë, kjo s'do të thonë se ne tash mund nështru. S'ka ligji për ndalën. Ligji nuk e ndalon. Por as nuk obligon. E kanë këtë çështje se kalon, mu marr vesh me vetë. Dhe kjo është e kërkuar. Andaj i thua punëdhënësit tën, unë e falë gjumon. Nëse më lejon një ditë, një javë, një orë më dalë më fal. Unë jam gjendje që këtë orë fillimisht gjithsesi pagesë për këtë mos më marr. Gjithashtu, nëse të dëmtoj ty në punë, jam gjendje që këtë me kompenzu ndoshta edhe me 3 orë tira shtesë pune, por vetëm mos më privon nga gjumaja. Do të them që ka hapësirë për kompromis, për komunikim, sikur thash më herët, jemi njerëz, duhet të komunikojmë. Për fakti që ligji nuk e parashë këtë, por e lën të hapur kuptim marrëveshjes me njerëzit, duhet na më shfryzu. Sepse nuk jam unë njerëz, po flas për aspekt religjios, nuk jam njerëz kësaj, po them në aspekt përgjithshëm. Na si musliman, na si njerëz, duhet që të mirëmi vesh. Duhet që të komunikojmë. Duhet që të gjejmë vetes hapësirë se çush na mundsi edhe me met, si duhet, larg asaj me rënd dash me ligjin, larg asaj me kundër ligjin,
Por edhe, brenda kësaj me shikuar se çysh na mundsi me rujt edhe kënaqësinë e Allahut dhe me rujt përkatësinë tonë fetare, kjo është e kërkuar. E këtu është e mështria besimtar dhe urësia e tij se si ai menaxhon me këtë situatë. Dhe ai që përpjeket dhe mundohet, unë mendoj se nuk i bën problem as ligji, as kushtetuta, as kush nuk i bën problem. Ne i bëm më tepër problem vetes tonë, duke ndoshta ja vështirësuar vetes tonë e kështu me radhë. Dhe e kategoria njerëzve që përmendë se ata dyqysh e kanë veç haram, veç më të njëri, unë mendoj se ata kanë mungesë të informacionit për fen. Dikush i ka friksuar ata, por Islami s'ka faj për këtë çështje. Mendoj se duhet me komuniku me njerëz që janë të suksesshëm në arsim, të suksesshëm në biznes, të suksesshëm në shumë fusha tjera, janë suksesshëm dhe mojnë fen. As nuk kanë rëndesh me ligjin, as nuk kanë rëndesh me fen. E mund të shmosh kjo, ka njerëz që kështu jetojnë. Me pyeta çush ke mujti, ai të ka thonë çka ka bë. Ka se e mund të shmosh. Nuk është situata që zimt, nga se nuk është tek e fundit asnjë situata, asnjë, domthonjë që thjesht janë vendosur ligje me luftu Islamin. Nuk është kështu apo. Nuk është. Por kërkohet që shikojmë mundësitë, shikojmë hapësinë, negociata, kompromise, komunikim, kësi mënyre me bën zgjidhje. Por jo mja vërtesu vetes tona, se u bë shtil me ko musliman këtu. Jo Allah, tash pengesa njëri normalisht, edhe ai që pin alkool ka pengesa. Në del pengesa dikun tjetër. Edhe ai që merr kamat ka pengesa, në del pengesa dikun tjetër. Kur kush se ka këtë rrafsh. Po gjithkush mundohet të përshtaten bazë bindjeve të tij, bazë mundësive, kuptimeve të tij, gjithmonë duke mos rënë dash me shtetin dhe me ligjin. Qase normalisht nuk kërkohet kjo që ne si musliman të konfrontohemi për një parim caktuar fetar, nga se s'ka nevojë, nga se nuk ka nevojë, nuk e ka nevojë edhe deri më sot s'kum pa në nevojë që me të vërtet të detyron ty të biesh ndesh me ligjin apo shtetin për shkak se duhet me zbatuar një obligim fetar. Unë nuk e di që ekziston kjo kështu. Por a duhet të pas ne vullnet? Po. A duhet ne me kërku mënyra? Po. A duhet ne ngadel me hek dorë për të punëve? Po. A duhet ne? Po duhet shumë ne. Andaj gjithmonë i referojmë vetes tonë. Gjithmonë shikojmë pa çka bën, pa çka nuk bën. Dhe në kuadër sa të adaptohemi. Bashkë tek e fundit gjithkush e ka fen për vete. Unë nuk kam jap llogari për ty për Allahut, as ti për mua, as ai për atë, as ky për këtë. Gjithkush për veten tënde. Dhe gjithkush për veten e tij. Andaj mendoj që duhet të jemi shumë më të hapur, duhet të jemi shumë më të guximshëm, duhet të jemi shumë më të gatshëm apo për të hulumtuar dhe për të kërkuar. Jo në ballazhin e parë më dorzu. S'po bëj kjo valla. S'po shkan. Po ka dal. Shikojmë, nuk bën këtë rrugë, do të bën këtë rrugë. Konsultohemi me njerëz eksperta, sikur se përmendë. Ka ekonomistë të fuqishëm musliman, ka njerëz të ekonomisë islame, të ekonomisë do bashkëkohore kështu me radhë, sa të japin zgjidhje. Mundësi. Mundësia ekziston, por a kemi kërkuar, a kemi shtir mundësitë, e kjo është problemi jonë. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë ne. Dhe këtë mirë mund të bëjmë edhe qytetar të mirë, edhe biznesmen të mirë, edhe arsimtar të mirë, edhe profesor të mirë, edhe shkencëtar të mirë, edhe gjithçka i mirë, edhe në fund të jemi musliman të mirë. E mundshëm është. Nuk është diçka, nuk është një mision i pamundshëm. E mundshëm është. Por varet nga gatishmëria jonë dhe varet nga interesimi dhe insistimi jonë. Por gjithmonë duhet respektu gradualitetin. Islami ka parasysh vendin ku jetojmë, kohën ku jetojmë, gjitha këto ka parasysh, por gjitha këto duhen të bëhen thash në bazë të diturisë, jo në bazë të interesave të ngushta personale, nga se kur ngushtohet mu, pastaj në kërkoj lehtësime, nuk bën kjo me ideja tona, as nuk shkon kjo me mendjet tona, as nuk shkon kjo me paragjykime dhe perceptimet tona, as nuk shkon lehtësime interesat tona, por shkon gjithmonë me koordinim me dijen. Me njerëz të dijes gjen lehtësime që befasohesh çfarë lehtësime ka, por gjithmonë koordinim me dijen, jo në koordinim me interesin. Kjo është ajo që mund të them lidhje me këtë çështje. Por sidoqoftë mbetet edhe shumë për të thënë, padyshim e ndajmë së bashku shqetësimin dhe problemet që i kemi si shoqëri. Nuk kemi pa probleme, se çdo shoqëri ka probleme të veta, por nuk duhet gjunjëzuar, duhet gradualisht dal nga dal në mënyrë të qetë të kalojmë gjitha problemet tona që i kemi, nga se është e mundshme. Dhe inkuadrojmë personat të nënë e fundit personate, urna.
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Do sa me të bëni një dy pyetje. A mund? Po urna, po ndëgjojmë. Pyetja e parë është, kur shkojnë me vizitu të varrosurin, Po, të vdekurin, po. a e ndjeni vdekurin pranin e ati të familjes? Po, e qartë tjetër? Edhe e dytja, një vllai jemi, po i them kom që zëtër. Edhe a muj me bo me prej një kurban për të, me bo njetë për të. E që e ka ndodhë ati? Që e ka ndodhë ati? Se të them kom të shpesh. Po, e qartë. Ani, e kuptova. Se e përket pyetjes së parë, Muhamedi s.a.s. në ka përmend se kur ne, do të thonë, i dërgojmë përshëndetje apo bëjmë lutje për të vdekurit tanë, ata lajmërohen për këtë. Por nuk na dëgjojnë neve, padyshim. Por Allahu xhallahu ala e din më së miri në mënyrën e formën se si ata lajmërohen për këtë. Nga sa ata janë në botë tjetër. Andaj ka me lek të autorizuar për këtë çështje, që u përcjellin selamet tona, u përcjellin lutjet tona e kështu me radhë. Nëse përkat vllau që vërtimisht po ka probleme me këmbën, po e thënë ose diçka tjetër ngjashme me këtë, dhe me prej kurban, do të thotë nuk prish punë. Nuk prish punë me prej kurban, me çfarë njeti? Prandaj njeti është shumë e rëndësishme. Me prej kurban me njet të sadakas, limosh për fukara, që për shkak të kësaj limoshë ndaj fukarave, Allahu më erujt vllaun e juaj aftën. Andaj ju kurbani me erujt, ka se kurbani së runa s'ken, por shpërndarja e kurbani së sadaka, dhe kjo sadaka të jetë shkaktare për vllaun e juaj që Allahu të ruan, në këtë mënyrë me këtë njet, inshallah mendoj që nuk ka diçka të keqe. Shukoj ndëruar, kështu erdhëm deri në fund të këtij misioni. Kërkoj falje për gjithë ata që nuk patën mundësi sonte me i inkuadru. Jam munduar maksimisht të jemi shkurt në disa pyetje, por disa detyrimisht patëm nevojë që të bëjmë ndoshta pak një përgjigje më të gjatë, por zoqoftë, lutem Allahun e manduar që na mundson që me të vërtetë ta kuptojmë fen si duhet, dhe ta zbatojmë si duhet, dhe gjithmonë të jetë feja lehtësim për neve jo vështirësi. Nga se nuk e ka dërgu Allahu Muhammedin s.a.s. me na e vështirësu jetën, por me na lehtësu, me na botë këndshme të mirë. Hepse kjo botë është e tillë, si do që t'jetash me fe apo pa fe, që do që t'jetash pa tjetër, ki me shiju idhësin e kësaj bote, ki me shiju sprovat e kësaj bote. Nuk është askush i priuar nga to, por i me të bindur se me fe dhe me besim në Allahun manduar, shumë më lehtë të kalon dhe shumë më mirë të kalon. Kjo dallimi. Andaj mos mendoni kur se në qoftë se elshon fen rëndë malir, ski haram, këti kit mirë, kalon mirë, nuk ka ashtu ato. Disa aspekti i aleton vetes, por shumë tjera vërtetësohen. Andaj jeta e kësaj bote është e tillë. Prandaj e jona është që të mundohemi që të jemi rob për kushtuar Zotit xhalla xhelalu. Të mundohemi që më të vërtet ta ruajmë raportin me Zotin. Mos ta hedhërojmë Zotin xhalla xhelalu. Të jemi të dashur tek ai dhe ai i dashur tek ne. Dhe gjithashtu në emër të kësaj dashurie të duhemi ne mes vete. Dhe të mundohemi sa më tepër të bëjmë punë të mira, të kontribuojmë, të angazhohemi dhe të veprojmë punë të mira në kësaj bote. Kjo është e kërkuar për neve. Tek e fundi kjo është jetë e shkurtër, kalan dhe mbetet pastaj përgjegjësia para Allahut manduar për gjithë atë që kemi bërë në kësaj bote. Andaj njeriu është ai i cili e zgjedh për veten e tij mënyrën e llogaridhënies nesër pa Allahut manduar, në bazë të mënyrës që ka zgjedhur për mjetimin e kësaj bote. Çdo kush e zgjedh për veten e tij, dhe kjo është ajo që nesër tek Allahu xhallahu ala çdo kush sikur të ka pastaj llogaritet në bazë të mënyrës së jetës që ka përrendur në kësaj bote. Allahu na ruaj nga çdo të keqe dhe na mundsoj që gjithmonë të takohemi në takime të harta të mira. Deri në takimin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.